Qëre kur të këshosh hëllëll, ja u kanë zi jetën Albin Shqiptaria, sepse për 6 herë ja u kanë poshtë partit që ju i mbështetnë. Qëre kjo mundoh me thonë diçka, po s'ka thonë sen. I ka qi disa importet Kosovës nga Serbia nga 2019 deri në vitin 2025. Qëre mundi me po dhe vetë, po ne kam disa tira që këtinaj edhe plët tirve ju tregohet vend. Pra, importet e Kosovës nga Serbia gjatë vitëv 2012 deri në vitin 2019 ishin afërsisht këto në milion euro. Në vitin 2012 rreth 260-270 milion euro. Në vitin 2013 rreth 280 ose 290 milion euro. Në vitin 2014 rreth 300 ose 310 milion euro. Veç kanë të rridozat shpeshen edhe vetë. Në vitin 2015 340 deri në 350 milion euro. Në vitin 2016 rreth 370 ose 380 milion euro. Në vitin 2017 440 ose 450 milion euro. Në vitin 2018 rreth 450 ose 460 milion euro. Në vitin 2019 5 deri në 10 milion euro. Pra, në këtë vitin që pesheni pak, do me thonë 2019, është për shkak se u dosha e kohë që mi u qit taksa 100%, sepse këtu e kishi pa, do me thonë 460.000, kështu e kishi pa dikon 480.000 deri në 520.000 nashta. Pra, kur mundoni me kritiku Albin Shqiptarin, këshërni qeverit jo që i keni pasën po shtet, edhe me sa po shijet, vetëm në vitin 2021 edhe 2022 ka pas shifrat mdoja, qëre që shu shku të ura, veç apeshen edhe vetë. Pra, qysh e dën Albin Shqiptaria, Shqiptarin, as njoni prej juve se dëni, po ju ka djegë fort, edhe mos të harrojna me thonë pranarit që mështorës vita 62.6 milion euro me i këthyje, sepse ja ki bërç qytetarve edhe shtetit të Kosovës. Po ashtu mos të harroj me cek që po ta këgja shumë komente negative edhe ofenduse edhe kërcenuse. Por këto pjesë do të merret ligji me juve. Nuk e kam plan më merr me juve, sepse ju jeni pa kic ma mirë pjalon dorë ligjit.